Gruaja u zgjua 27 minuta pas vdekjes. Më pas, ajo shkroi një shënim që i shkaktoi dridhje çdo kujt. Jennifer Haynes ishte në spital dhe u zgjua pas 27 minutash në koma. Michael, burri i saj, ishte i bindur se gruaja e tij kishte qenë pothuajse e vdekur për shkak të një sulmi në zemër së fundmi. Ishte vërtet e paqartë nëse ajo do të mund të zgjohej ndonjëherë përsëri. As Jennifer dhe as kusht tjetër nuk mendonte se ajo ishte në rrezik për arrest kardiak. Për të ruajtur shëndetin optimal, nëna e 4 fëmijëve ushtronte dhe hante një dietë të shëndetshme. Ndoshta familja e saj nuk e kishte pritur që në një moment zemra e saj mund të ndalonte plotësisht. Edhe pse kujdesi i urgjencës ishte jashtëzakonisht i shpejt, gjëja më mahnice ishte ajo që ndodhi pas kësaj. Pas sulmit në zemër, Michael ndihmoi punonjësit e urgjencës për të shpëtuar jetën e gruas së tij. Mjekët duhej të tundnin zemrën e Jenniferit 5 herë që ajo të fillonte të punonte. Pra, nuk ishte asnjë proces i lehtë. Pavarësisht përpjekjeve të tyre më të mira, ekipi nuk ishte në dieni që gruaja e pavetëdijshme ishte në prag të vdekjes. E shihni, Jennifer pasoi një sulm në zemër që gati çoi në vdekje. Megjithatë, historia mori një kthes të mrekullueshme për të mirë, kur Jennifer, e cila ishte shpallur e vdekur 30 minuta, arriti të zgjoheshte. Mesazhi i saj ishte pasojë e një serie ngjarjesh që Jennifer i përshkroi. Më 13 vjet shkurt, 2019, Richard, një mjek i familjes, telefonoi për të kontrolluar çiftin ndërkohë që ata ishin jashtë për një shëtitje. Shumë shpejt pas ardhjes së mikut të Haynesve, ndodhi një fatkeqësi në shtëpinë e tyre. Jennifer u alivanos. Michael fillimisht ishte i hutuar sepse vetëm disa sekonda më parë Jennifer dukej në gjendje të mirë. Por kur ai e pa gruan e tij në dysheme, e kuptoi se gjendja e saj ishte degraduar në mënyrë dramatike. Michael telefonoi ambulancën sa më shpejt që e kuptoi se jeta e Jenniferit mund të ishte në rrezik. Gjithashtu, bazuar në vëzhgimet e tij, Michael mendoi se Jennifer ishte duke pësuar një sulm në zemër. Edhe më shqetësuese ishte fakti se ajo humbi ndjenjat dhe frymëmarrja e saj dukej se ishte ndaluar. Si rezultat, Jennifer duhej të vihej në shtëpinë që Michael ose Richard të mund të kryenin RCP-n për të. Derisa ambulanca erdhi, 2 burrat punuan së bashku për të mbajtur Jenniferin të gjallë. Konkretisht, duhej bërë kompresimi i gjakut, për të cilin Michael ishte informuar nga një punonjës i shërbimeve të urgjencës përmes telefonit. Richard menjëherë filloi të shtypte gjoksin e Jenniferit, pa pasur ndonjë përgatitje të mëparshme, por duke qenë i vetëdijshëm për përpjekjen fizike që kërkonte. Michael realisht mendoi se Jennifer do të vdiste gjatë incidentit. Pllakat e syve të saj nuk ishin të mbyllura, ata ishin të hapura, dhe sytë e saj ishin rrotulluar në pjesën e sipërme të kokës. Atëherë kur paramedikët arritën në vendin ngjarje, ata sa vendosuan burrat. Në këtë moment, burri i shqetësuar mund të shihte vetëm se si mjeku përpiqej të shpëtonte jetën e Jenniferit. Në një përpjekje për të ringjallur zemrën e gruas, mjekët përdorën defibrilator 5 herë në rrugë për në spital. Kur ajo u mor, Michael duhej të pranonte faktin se gruaja e tij e dashur mund të mos mbijetonte, dhe ai i u lut Zotit në këtë moment të vështirë. Kur kujtoi lutjet e tij, Michael përpiqej të bënte marrëveshje me Zotin. Zot, të lutem, ktheje Jenniferin dhe mund të marrësh gjithçka tjetër, përshpëriti Michael. Të gjitha makinat tona, parat tona dhe shëndetin ton. Gjithçka që kërkoj është që Jennifer të mbijetojë. Dhe duket se lutja e Michaelit u përgjigj. Mjeku i tha atij se gruaja e tij ishte gjallë kur ai mbriti në spital. Kështu mbijetesa e Jenniferit u bë një mrekulli e vërtet për Michael. Ai vërtet mendoi se Zoti ishte përgjigjur për lutjen e tij. Dr. Sandman megjithatë theksoi se Jennifer nuk vdiq fal përpjekjeve të Michaelit dhe Richardit, të cilët u munduan që ta shpëtonin. Megjithatë, sipas gruas së tij, ndërsa ajo ishte e pavetëdijshme, ajo pati një takim të supozuar në jetën tjetër ku ajo ishte e vdekur për 27 minuta. Për më tepër, Jennifer nuk është e vetmja që pretendojnë se ka parë diçka për te kësaj bote. Ndër personat që janë ringjallur në të kaluarën, ku ata që pretendojnë se kanë parë drita të çuditshme ose kafshë friksuese kur ishin të pavetëdijshëm, natyrisht, ka shumë kurreshtje rreth jetës pas vdekjes, sepse askush nuk mund të parashikojë se çfarë do të na ndodh kur ne do të vdesim.
Shumë njerëz që kanë pasur vizione gjatë përvojave të afërme me vdekjen, kanë përshkruar vërtet një ndjenje qetësie dhe lehtësie ndërsa ishin larë në një dritë verbuese. Jennifer, e cila nuk ishte në gjendje të shprehte mendimet e saj me gojë, ishte intubuar dhe i u dha një silolaps dhe letër për të lehtësuar komunikimin. Më pas, me shkrim që ishte pothuajse i palexueshëm, ajo thjesht shkroi: Jezusi. Kur të afërmit pyetën Jenniferin çfarë po thoshte ajo tregoi me gishta në qiell duke treguar parajsën, ndërsa ata ishin të habitur. Ajo tha se pa Jezusin atje, pra një porte që çonte në një dritë të ndritshme dhe të artë. Atë ditë, Jennifer pa një copës të parajsës dhe ajo vërtet beson në këtë. Nga çfarë më tha mjeku, unë vërtet vdiqa përsëri u ringjalla, vazhdoi ajo, duke referuar numrit të herëve që zemra e saj kishte ndaluar dhe ishte ringjallur. Rrëfimi i Jenniferit për përvojën e saj në jetën tjetër, si shumë rrëfime të tjera, përfshinte dritë dhe ishte në këto rreze të arta, sipas Jennifer, që Jezusi qëndronte. Për më tepër, vizioni i Jenniferit e çoi atë dhe Michaelin të besonin në shpëtimin e saj, që ishte i qëllimshëm nga Zoti, dhe si rezultat ata morën një vështrim të ri për jetën. Gjatë intervistës, Michael i tha Jenniferit: "Jam kaq mirënjohës që Zoti nuk të mori atëherë dhe as tani, dhe që ti je ende gruaja ime. Prandaj gëzohem për çdo ditë." Por kjo nuk është gjëja e vetme që ndryshoi jetën e Jenniferit dhe Michaelit pas sulmit në zemër. Këto ditë, ata të dy po shërbejnë në kishën lokale. Historia e Jenniferit është tepër reale për t'u ndarë dhe ka dhënë më shumë besim në një fe që shpesh kalon pa u re, shkruaj Richard në titullin e fotos së tyre në Instagram. Planet e mia për jetën ka ndryshuar për shkak të mënyrës se si do të duash pa frikë Jezusin dhe të tjerët. Megjithatë, Richard nuk është i vetmi që është jetur për të treguar të tjerëve atë që Jenniferi pa. Një nën me 4 fëmijë ka folur hapur për takimin e saj me botën tjetër. Ajo madje ka ndarë historinë e saj në një kish komuniteti. Jennifer shprehu mirënjohjen e saj për ngjarjet që ndodhen në ato moment. Duke u drejtuar kongregatës, Jennifer tha: "Kam nevojë të flas për shikimin e fytyrës së Jezusit. Mendoj se është një dhuratë kaq e mrekullueshme dhe jashtëzakonshme." Ndërkohë Michael ndau interpretimin e tij të ngjarjeve. "E di se Zoti, në të cilin besoj, preku zemrën e Jenniferit dhe i lejoi asaj të kthehej. Por edhe pse ata kanë rikthyer besimin e tyre te Zoti, Jennifer dhe Michael pranuan se njerëzit e tjerë kanë kontribuar në përpjekjet për të shpëtuar jetën e saj. Ata shprehën mirënjohjen e tyre drejt për drejt ndaj çdo personi që i ndihmoi ata në atë ditë të tmerrshme."